kurtit, veç për një arsye, se elektorati LDK-s hala një numër e shesit vetën. Pra përveç PDK-s se sheh. Kështu që Lumiri më kanë pak ma lider, pak ma i guximshëm. Ky do të më qeru hesapet me Vjosa Osmanin. Po, se Lumiri i ka dy pengesa, e ka vetëvendosjen, e ka edhe Vjosën. Vetëvendosjen e ka për shkak të Vjosës. Vjosa është ura e disa deputetëve që thotë, si më thonë kushtimisht ju thotë, gjinohet lemnimu, çik në rruga drejt, do të thonë për çiftin e Xhafës se ai kush që e ka mrena aty. Pra Lumiri i zhduftat, si më thonë, atë kanallin, atë vaun me qel me Vjosën, ajo i shkakton hemoragji politike këtina. Ajo, si më thonë, jamon një farë pjesët e elektoratit, jamon asaneja sknejse. E shojnë ata, kjo ka pak LDK, folë për rrugove. Kjo është, si më thonë, kushtimisht, juda i LDK-s, dhe më thonë, kjo s'ka kush gjë të bëj, hiq me rrugove. Plus aljat me komunista që rrugove kërë si shkon. Dhe më thonë, kjo është anti-rrugoviste në esencë. Sepse për krah, si më thonë, jaman zhagën qeverisjes ma antiperendimore që e ka posë Kosova. Ibrahim Rugova, për dallim pisoj, ka po kompromise shumë të rana, që i kanë shpon tratar, ko paskohë, veç pëse s'ka dash, s'ka denju, me shkaktu kur farë zarari aliancës dorë me perendimin. Atin që e talëshin për para, që ka Albin Kurti, kolaboracionistë të ike. Dhe më thonë, të ishin, loj ka pas batuta, në mbojie ka nënshkru menyne, a një thurë që këta tjertë u bonome manit, njëjta marveshën. Kurti ka qytë tratarë dhe ta që kanë marrë pjesë në vërrim të Ibrahim Rugova. Dhe tonë, e tash, Lumiri, du të me ditë kur kush ma mirë si Lumiri nuk e din, kush është afer ti që shkruhet me Vjosën. Nëse jo dhe ky vetë. Pra, këta njerëz du të mi shëru pak, ose du të mi kriju një gjenerat të rejtë LDK-s, du të mi shëru prej kompleksit Vjosa Osmanit. Po, nuk është e letë, se Vjosa Osmani ka qenë traumë me madhe për LDK. Valoni tha, pra si gjasat është tavolin, pra, i ka shumë atë mira partitë opozitore në tavolin, po themi në sët, në baletash, mi kry disa për komunave kryesore. A mune me qenë kjo arsye, pra që pastaj edhe këndelis opozitës edhe mundësis që me hynë në zgjedhje ndryshe, pra me hynë në zgjedhje parlamentare, batën, ndryshe një opozitë, se për këtë kësaj që më shku bashk në një listë zgjedhore kjo së ndodhë. Të në partit mëdha nuk ndodhë. Problemi është cili është projektimi i partive opozitare mbi do rregulla që ndërtojnë qeveri. O duhet me bëjë se kush është kryeministër më i mirë dhe e projektojnë në një debat. A është Lumiri, apo Memli, apo Lumiri, apo Bedriamdo, a kush do tjetë. Kjo është, dy partit do të me qenë gatshme kush e ka leadershipin më të mirë pe këtyre partive politike. Duke përfshi edhe aleancën. Kjo është vështirë me ka përdi partit politike, cilë është më i mirë. Por në një konsenzus për diçka do të me bo. O do të me bo konsenzusin se kush deli pari e jam kryeministin dhe pastaj ministrit vendosen mbi do kritere profesionale, njerëzve më të mirë që i kanë të dy parti, që edhe me pas një lloj autonomie në vendosjen e suksesit brenda qeverive, normalisht me një kryeministër, normalisht me dy zëvendës kryeminista që i kontrollojnë resorët e veta, ose kriteri tretë, i cili është nuk ka asnjëri prej këtyre që është gabim për mua, asnjëri prej këtyre liderëve, po e gjej një tretë, kush garon. Domethënë kriteret tjera s'mundet me pas. Dhe nëse kjo opozitë... E ka pas Albin Kurti një letër për LDK-n për Vjosa Osmanin 2019. Pak para se mbylljes për certifikim të kandidatëve, e pa të bo këto që po thu. Baton, a e pa të sfidu LDK-n edhe Vjosën. I tha, a hymë me një listë VV LDK, ti hin barce e listës, unë i dyti, cili do që merë vota ma shumë, po në 2019, cili do që merë vota ma shumë, ti e para unë i dyti, që a i bëhet kryeministër. Ose tha, opcioni dytë është, hajde ta bëjmë një marrëveshje, garën e ju veç, unë e veç, cilit merë vota ma shumë, ta bëjmë koalicionin dhe qaj tjetë Fair enough. Edhe që ka ndodhë. Edhe ja ka ndodhë. Edhe ka ndodhë 2019. Edhe në fakt, për jatë hershit, do t'i Kurti qeverisht. Pra, a unë një opozitës që mundet me e bo sot këto kriterja. Pra mundet këta me sfidurje një tjetën dhe që aty sa me e bo këto. Ose le ta bojnë edhe të katërtën, që atër kemi një dopsit sovranizmit, ose sovranitetit,
ose autonomisë partive politike, hajde të bisedojmë me ndërkombëtarët kush është për ndërkombëtarët njeriu i cili mundet me shty proceset përpara. Do të thonë me jetë sanksionet, me i kry do procese, me kandidaturë kanë marrë me fol çaj që ka pushtetin. Mirë, po unë po them që nëse nuk merren vesh, se për ashtu kush është shefi, ndërkombëtar preferencat janë kanë jap. Kush është shefi këtu, edhe me çato flasë. Çfarë mendon të mbrëmshme diplomatike? Unë mendoj me bo që si marrëveshje para. Cili u kriteri? Me prishet marrëdhënie. Ma thotë cili u kriteri? Me bo marrëveshje të stilit që i ka bo Albin Kurti ofertat atëherë. Le Albin Kurti, cili u kriteri i partive opozitare kur qysh dalin me rezultatet e zgjedhjeve? Me bo unë mendoj që partitë opozitare duhet me igra platformave të veta edhe ideologjive në cilat besojnë, edhe programet veta, edhe me u fokusu te elektorati vetë. LDK-ja duhet me provu, me bo qmos, me këthy elektoratin e vetë të LDK-s. Me marrë qatë elektorat që është bërë për mes Vjosa Osmanit të Albin Kurti, me kriju elektorat të ri të gjeneratat e reja, që këtë dhëtë me konë. Edhe dhëtë me jekë dorë përfundimisht, hajde merë me vesh kush deli pari, dhëtë me lanë këtu, nuk dhezin këtu, se me njerë asocion keq të votu si, që këta veç jenë hy në pazare. Kështu që e lenë se cili i gra platformës të vetë, idejës të vetë, edhe mundohet me maksimalizu votën e vetë. Kjo duhet me konë strategjia për partit që përqujmë ende opozitare, se nuk janë opozitare. Nëse për shamo Vjosa Osmani, e bojnë ato që sot spekulohet, pra që mundet me qenë prap listë lëvizjes dhe dëndosë. Unë me vete atë natëve, sepse që ajo fotografia që dhe ke batur në si jenë tim, ajo Albini dhe Vjosa, që 500.000 zemra, ose Viktori, po komunikë me kabinet. Me kabinet? Për që të e veta, po. Në me e kje? Po që të e veta ato, se jap një puleta njerëzve. Malon, njeri ka dëshirë mua fru me anda një subjekti. Leja bindjet e tina, ose merë me kanosht. Se pasaj të thotë dhe ty dikush jeme ta. Lekit punë, leja bindjet njerëzve. Pra në njeri e veta. Leja bindjet. Kem superlomna, vi që veta e një, sa da hen. Pse he? Ke pyetja, pse hedhë se qaj e fotografia, Albini pëtën me arte... A i dhezë edhe hera e fotografia. 50% pëtën me arte. Albini pëtën me Vjosën me hitë 50%, unë e Vjosa e kena, na ena që kjo fotografia. Pra, për shetë së s'pujme që... E nëse, opozita, më rinë që të zhjetë lokale, cilë dë, pashalor lokal, pëdojnë mi prish, herani, herko, halo pa i fitu, pëdojnë mja qitë verdiktin këtë një zgjedheve, mi prish në gjystë udhës që thëshe Buzhalis për mi ndrukuajt në gjystë udhës të thëshe vetë.